Në maj të 1996, Mali Everest u bë skena e një tragjedie që tronditi botën. Por, kjo nuk është thjesht një histori e alpinizmi. As pak, është në fakt një vështrim i thellë thuajse rrëqethës në mënyrën se si ne njerëzit marrim vendime kur jemi në presion ekstrem. Kështu që le të zbulojmë bashkë forcat psikologjike të padukshme që çuan në atë ditë fatale. Dhe kjo na sjell te pyetja kryesore. Pyetja që qëndron në zemër të gjithë kësaj historie. Si ka mundësi që një ekspedit endrash, e udhëhequr nga 2 prej alpinistëve më të mirë në botë, përfundoi në një katastrofë të tillë vdekjeprurëse? Duket e pakuptueshme apo jo? Flasim për ekspert, njerëz në majt fushës tyre. Si munden të bënin gabime kaq fatale? E po, përgjigja siç do ta shohim, nuk gjendet vetëm atje lart në mal, por thellë brenda mendjes njerëzore. Pra, le ta pikturojmë skenën. Jemi në maj të 1996-s. 2 ekipe ekspeditash komerciale të udhëhequra nga legjendat Rob Hall dhe Scott Fisher janë fare pranë majës së Everestit. Çdo gjë duket se po shkon sipas planit, derisa pa pritur një stuhi e dhunshme i rrethon. Rezultati? Shkatrimtar. 5 njerëz nuk u kthyen më kurrë, dhe midis tyre, imagjinoni, ishin të 2 liderët e ekspeditave, Hall dhe Fisher. Këta nuk ishin amator, ishin 2 nga alpinistët më me përvojë dhe më të respektuar në botë. Kostoja njerëzore ishte thjesht e paimagjinueshme. Tani, për të kuptuar pse ndodhi kjo, duhet të kuptojmë diçka thelbësore, çfarë ishte në lojë. Presioni për të arritur majën nuk ishte thjesht një dëshirë personale. Jo, ishte diçka shumë e madhe, ishte presion financiar, profesional dhe, sigurisht, thellësisht emocional. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Le t'i hedhim një sy investimit. Çdo klient kishte paguar deri në $70,000. Po, $70,000. Plus, kishin kaluar 2 muaj të tërë të jetës tyre në atë mal. Dhe për liderët si Rob Hall, reputacioni ishte gjithçka. Mendoni pak, ai kishte një rekord perfekt, 39 klient të çuar në maj pas një incident. Këto nuk janë thjesht numra në një tabel, këto janë forca psikologjike të jashtëzakonshme që po ushtronin presion. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, hidheni një sy vetë procesit. Nuk është se thjesht shkon dhe ngjitesh. Jo. Përpara se të bënin atë tentativën finale për majën, ata kaluan gati 2 muaj duke u aklimatizuar. Pra, duke u ngjitur lart e poshtë mes kampeve, duke shtyr trupin dhe mendjen në limite ekstreme. Kështu që kur më në fund vjen dita e majës, ata tashmë kanë investuar një sasi të pabesueshme energjie fizike dhe mendore. Mirë, në mes të gjithë kësaj kompleksitetit, të gjithë këtyre faktorëve, një vendim i vetëm, një rregull i thyer, bie në sy si pika ku gjithçka mori tat pjetën. Ata kishin një plan sigurie, një rregull të artë, por kur momenti erdhi, thjesht e ignoruan. Dhe rregulli ishte kaq i thjeshtë dhe i qartë sa s'bëhet, rregulli i orës 2. Scott Fisher, njëri nga liderët, e kishte dhënë më së miri. Nëse nuk je në majë deri në orën 2, është kohë të kthesh. Errësira nuk është miku yt. Ideja ishte elementare. Arrije majën dhe fillo zbritjen me dritë mjaftueshme për të qenë i sigurt. Ky ishte protokolli i tyre i sigurisë, i vendosur nga vetë ata, i panegociueshëm, ose kështu venduan. Dhe këtu vjen kontrasti tronditës. Plani kthehu në orën 2 pa marrë parasysh sa afër je. Realiteti, ata vazhduan të ngjitesin, duke arritur majën shumë pas orës 4 pasdite, duke hyrë thellë në zonën e vdekjes, ndërsa dielli po perëndonte. Ata e shkelën me vedije rregullin e tyre më të rëndësishëm. Dhe pyetja e madhe që lind këtu është pse? Për t'u përgjigjur kësaj pseje, duhet të shohim përtej gabimeve të dukshme si vonesa teknike apo moti keq. Shpjegimi i vërtet, ai më i thellë, qëndron në kurthet e fshehura të mendjes son. Në psikologji, këto njihen si anshmëri njohëse, dhe pikërisht këto ishin forcat e padukshme që po manipulonin gjykimin e tyre atë ditë. Po, çfarë janë këto anshmërit njohëse, saktësisht? E po, imagjinojeni si shkurtore mendore. Truri ynë i përdor gjatë gjithë kohës për të marrë vendime shpejt dhe pa harxuar shumë energji, dhe shumicën e kohës ato funksionojnë na shërbejnë mirë. Problemi është se në situata me rrezik të lartë, siç ishte Everesti, këto të njëjtat shkurtore mund të na çojnë drejtë në gremin, dhe gjëja më e frikshme është se ato prekin të gjithë, nga fillestarët deri te ekspertët më të mëdhenj. Në fakt, kur analizohet kjo tragjedi, dalin në pa të paktën 3 anshmëri të fuqishme njohëse që luajtojnë një rol absolutisht kritik. Tani, le t'i analizojmë një nga një dhe të shohim provat konkrete nga vetë mali. E para dhe ndoshta më e dukshmja është efekti i kostos së zhytur. Tingëllon teknik, por ideja është e thjeshtë.
Kjo është tendenca jonë thellësisht njerëzore, por krejtësisht iracionale për të vazhduar diçka vetëm sepse kemi investuar tashmë shumë kohë, para ose mund. Bëhet pothuajse e pamundur të heqësh dorë, edhe kur logjika u lëret që duhet ta bësh. Dhe asgjë nuk e ilustron këtë më mirë se fjalët e Doug Hansen, një nga alpinistët që fatkeqësisht humbi jetën. Ai tha: "Kam investuar shumë nga vetja në këtë mal për të dorëzuar tani pa i dhënë gjithçka që kam." Dëgjojeni me vëmendje këtë fjali. Kjo nuk është një deklaratë logjike, është një deklaratë tërësisht emocionale. Ai po ndjente peshën e çdo dollari, çdo orë stërvitje, çdo ditë larg familjes. Dhe kjo peshë shty përpara për te kufive të sigurisë. Pra, ja ku është pika kyçe. Për ata alpinistë në atë moment, kthimi prapa nuk u ndjej si një vendim i mençur për sigurinë. Jo, për shkak të gjithë atij investimit, të gjithë asaj kostoje të zhytur, kthimi u ndjej si një dështim personal i thellë dhe i papranueshëm. Në atë betejë, logjika u mbyt nga pesha e investimit të kaluar. Mirë, anshmëria e dytë fatale, anshmëria e mbivlerësimit të vetbesimit. Kjo është një tendencë super e zakonshme te njerëzit, por që bëhet veçanërisht e rrezikshme te ekspertët. Kur ke pasur shumë suksese në të kaluarën, fillon të besosh se je disi i pathyeshëm, se i ke gjërat nën kontroll, dhe kjo mund të të verbojë plotësisht ndaj rreziqeve reale që ke përpara. Dhe për këtë, mjafton të dëgjojmë citimin e pabesueshëm nga vet lideri Scott Fisher. Pak para ngjitjes ai tha: "E kemi kuptuar plotësisht enën e madhe. Kemi ndërtuar një rrugë me tulla të verdha drejt majës. Një rrugë me tulla të verdha drejt majës së Everestit." Kjo tregon një nivel vetbesimi që kufizohet me arrogancën. Ai sinqerisht besonte se kishte zbutur malin, se e kishte bërë të sigurt dhe të parashikueshëm. Dhe pikërisht kjo ndjenje pathyeshmërie ishte kaq e rrezikshme. Përvoja e jashtëzakonshme që kishin Hall dhe Fisher, në vend që t'i bënte më të kujdesshëm, në fakt krijoi një pikë të vërbër gjigante. Ata e nënvlerësuan malin sepse kishin pasur sukses pafund në të kaluarën, duke harruar një të vërtet të hidhur. Mali ka gjithmonë fjalën e fundit. Dhe e treta, efekti i freskisë. Është shumë interesante. Truri ymë ka një prirje të çuditshme. I jep shumë më tepër peshë informacionit më të fundit që ka marrë. Pra, ne e gjykojmë probabilitetin e diçkaje që do të ndodhë në të ardhmen, jo bazuar në të dhënat historike afatgjata, por bazuar në atë që ka ngullur kohët e fundit fare. David Brashears, një tjetër alpinist legjendar, e vuri re këtë fenomen. Ai tha: "Disa sezone me mot të mirë i kanë bërë njerëzit të mendojnë për Everestin si dashamirës. Sezon pas sezoni, Rob Hall kishte mot të shkëlqyer ditën e majës." Me fjalë të tjera, Rob Hall kishte pasur një seri fati të jashtëzakonshme me motin në vitet e mëparshme, një fat që nuk mund të zgjaste për gjithmonë. Dhe ja ku qëndron kurti i kësaj anshmërie. Për shkak se moti i mirë ishte përvoja e tyre më e freskët dhe më e përsëritur, mundësia e një stuhie apokaliptike u duk shumë e largët në mendjen e tyre. U duk si diçka që nuk mund të ndodhte atyre. Ata e nënvlerësuan një rrezik historikisht të njohur dhe vdekjeprurës, thjesht sepse nuk e kishin përjetuar atë personalisht kohët e fundit. Një llogaritje absolutisht fatale. Atëherë, çfarë mësojmë nga gjithë kjo? Cili është mësimi i madh? Tragjedia e Everestit në 96-ën nuk është thjesht një histori për alpinizmin. Është një pasqyrë e fuqishme dhe shqetësuese e brishtësisë së gjykimit tonë, të gjithëve ne. Anatoli Bukrejev, një nga guidat që mbjetoi heroikisht, e tha me shumë mençuri: "Të citosh një shkak specifik do të ishte të promovoje një gjithdije që vetëm perëndit, pianecët, politikanët dhe shkrimtarët dramatik mund ta pretendojnë." Dhe kishte të drejtë, nuk kishte një shkak të vetëm. Ishte një stuhi e përprirë faktorësh: presioni i lartë, kostot e zhytura, vetbesimi i tepruar dhe një vlerësim i gabuar i rrezikut. Dhe vërteta është se kështu ndodhin shumica e katastrofave, në mal dhe në jetë. Dhe kjo na sjell te pika përfundimtare, te reflektimi final. Këto anshmëri njohëse, këto kurthe mendore, nuk ekzistojnë vetëm në majën e Everestit. Ato veprojnë çdo ditë në jetën tonë, në vendimet tona, të mëdha e të vogla. Prandaj pyetja që mbetet për të gjithë ne është: cilat janë shkurtoret mendore që po drejtojnë zgjedhjet tona më kritike? Ti jemi të vetëdijshëm për to, ti kuptojmë. Ky është hapi i parë për të mos përsëritur gabimet e ngjashme, kudo qofshim.